Si e komentoni ndërhyrjen e Albin Kurtit në politikën shqiptare këtu në Maqedoni? Apo ndërhyrjen? Po. Në ç'kuptim? Duke parë shpeshherë takime me eksponent të koalicionit Vlen këtu në Maqedoni. Po, unë nuk e di deri në çfarë shkallë, po ndërhyn kryeministri Kurti dhe lëvizja, subjekti që ai drejton lëvizja politike, vetëvendosje në politikën e Maqedonisë. Nuk e di ndërhyn njëjtë edhe Edi Rama këtu, ha? Ndoshta Edi Rama krahu tjetër shqiptar. Po. Paraqet problem kjo për shqiptarët e Maqedonisë që po ndërhyjnë këto dyja? Ka një pjesë që kanë simpati për Albin Kurtin, por ka një pjesë që ka simpati për Edi Ramën, që mundet me qenë më e vogël ndoshta? Po, ashtu është. Po. Bën mirë Albin Kurti që ndërhyjnë në politikën sidomos. Ato e dini ju, apo bën mirë që po ndërhyjnë ju si qytetar që jetoni këtu edhe a keni nevojë për ndërhyrjen e tij se nuk e di. Muj me pa kështu që ai ndërhyn bashkë me Edi Ramën ndërhyn për interesat e tyre, apo jo? Po, cilat janë interesat e tyre që po ndërhyjnë këtu? Edhe ata ndoshta kanë interes të dytë, si njëri si tjetri, me u portretu ose edhe me u prezantu para bashkisë ndërkombëtare si lider të kombit, të shqiptarëve në Ballkan kudo që janë. Edhe tash ju si shqiptar që jetoni këtu, forcat politike, përfaqësues të forcave politike, duhet me pasë ndërhyrja e cilit i konvenon komunitetit shqiptar më shumë, prej cilit mundet me pas përfitim. Jo prej ndërhyrjes, jo çfarë përfitimi mund me pas liderët e partive politike, sa ajo nuk është e rëndësishme. Qytetarët shqiptar të Maqedonisë nuk duhet me i leju politikanë që i përfaqësojnë ata, me i përdor kur negociojnë me Ramën, me Kurtin, ose edhe me Maqedonët, ose edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Ndoshta edhe partive politike këtu në Maqedoni ju vjen mirë. Nuk e di ato, po unë mendoj që qytetarët shqiptar të Maqedonisë mas pari duhet me pas çka po dojnë me mbri në politikë. Do me thonë, jo në politikat lokale, sikur që qeverisja komunës të Tetovës, ose Gostivarit, ose komunave tjera të banume me shumicë shqiptare. Po çka po dojnë si komunitet? Nëse shqiptarët e përbojnë 20, 25, 30% të popullatës së Maqedonisë, cili është qëllimi i tyre? Dojnë me qenë element konstituiv brenda shtetit të Maqedonisë? Dojnë me u shkëput për i Maqedonisë, me u bashku me Shqipërinë, dojnë me u bashku me Kosovën, dojnë me cila është më e mira. Tash prej jashtë duket që më e mira është shqiptarët e Maqedonisë me qenë element konstituiv i shtetit të Maqedonisë, me qenë element i fortë pa cilin shteti i Maqedonisë nuk mundet me vendosë. Edhe në këtë pikë shqiptarët e Maqedonisë dhe përfaqësuesit e tyre politik nuk duhet me leju me i përdorë Edi Rama as Albin Kurti, po ata duhet me pas kërkesat e tyre. Edhe me thonë këto janë qëllimet tona. Na dojmë kështu për universitetin publik të Tetovës, ose na e dojmë edhe një universitet, nëse është e nevojshme ajo, ose na e dojmë një spital vetëm të shqiptarëve, edhe pse kjo s'kish më pëlqy në parim, sepse menoj që duhet me qenë multietnike dhe duhet me pas, ose bietnike, edhe me pas bashkëjetesë, me pas bashkëpunim mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Po nëse kjo nuk mundet me ndodh, atëherë duhet me i vendosë cilat janë kërkesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Dojmë që gjuha shqipe, për shembull, me qenë gjuhë zyrtare në krejt territorin e Maqedonisë, se jemi 20, 25, 30% shqiptar. Pse mos me përkon gjuha shqipe gjuhë zyrtare? Edhe për shembull nëse i keni këto kërkesa, atëherë kur takohen përfaqësues të partive politike me Kurtin ose me Ramën, ose edhe kur qytetarët, elita e aktivist, gazetar sikur ju, aktivist të shoqërisë civile, profesor, intelektual, kur takohen me këta dy udhëhec shqiptarëve, Ramën dhe Kurtin, duhet me i thonë që këtu janë kërkesat tona, a mundeni me na ndihmu diçka? Nëse nuk mundeni me na ndihmu, atëherë mos na pengoni dhe bëheni luftën vetë me përfaqësues politik të Maqedonisë. Do me thonë, shihni interesat e juja, sepse ajo që unë kom mujt me pa, do me thonë, është ndërhyrja e Shqipënisë në Kosovë, ka qenë shumicë ndërmuese të rasteve e dëmshme për Kosovën. Edhe unë kam frikë që edhe ndërhyrja e Shqipërisë në Maqedoni këtu mundet me qenë e dëmshme për vetë shqiptarët, sepse ata i shohin interesat e tyre atje në radhë të parë dhe jo interesat e shqiptarëve të Maqedonisë. Nuk e di çush është me Kurtin këtu, po mendoj se duhet me pas kujdes edhe se ju doni mi pas prioritet interesat e juja këtu, edhe në çdo takim edhe ballafaqe me politikanët si të Shqipërisë, si të Kosovës, duhet me kërku me ngulm që ju me i realizu këto kërkesa dhe me pa se a mujnë me ju mbështet ata. Nëse nuk mujnë me ju mbështet, mos me i leju me ju pengu.